Jemi përsëri bashkë në Shije Shtëpie. Do të vazhdojmë tani siç tham edhe më herët me recetën tjetër, një mëngjes turk. Pse quhet turk ky tani apo këta e gatuajnë më shpesh? E gatuajnë shumë, i kanë pak mëngjesa të rënda, le të themi. Po se mbushën tryezën plot edhe sidomos këto vezët e zira i përdorin shumë, i përdorin edhe në kos, brenda hedhin vezë kokër të zier. Përdorin e përdorin shumë vezën sidomos. Në fakt, kur kam qenë një herë në Stamboll, e kam provuar dhe ishte shumë i mirë. Po nuk është bëjnë dhe me ingredientë të tjerë, edhe ishte shumë i mirë. Ishte nga këto mëngjes sultani, thonin ato. Kos me vezë. Kurse kjo është disi ata që janë nën sultani, është me pak më pak. Po dhe kjo mbetet një mëngjes, prandaj thash që mund të përdor dhe si një darkë e lehtë. Po në fakt ka domate, ka shumë domate, ka pak spec djegës, kjo kuptohet që është sipas dëshirës, por ne do t'i hedhim 1 ose 2 brenda, ka qepën, ka piperin e kuq, piperin e zi, kripën, ka pastaj majdanoz dhe djath, pas vezëve do t'i hedhim majdanoz dhe djath, do mbyllim kapakun dhe ato do të shkrin aty së bashku. Në rregull. Kështu që unë do të filloj me njëherë nga puna, duke hedhur fillimisht vajin e ullirit. Këtu, do të ndezim këtë tavën rrethore që kam zgjedhur sot. Do t'i japim kohën e vetë që të nxehet. Dhe ndërkohë që vaj nxehet, më pas do të hedh qepën. Tani do të grim domatet, do t'i grim, unë ja kam heq lëkurën, thjesht do t'i coptojmë në copa të mëdha, sepse këto nga nxehtësia, nga kapaku i mbyllur do të treten vetë, kështu që do t'i bëj thjesht në copa të mëdha. Do marr një thik. Kemi dhe specat djegës nga pema, përveç pra vajit të ullirit që përdorëm si përbërësin e parë për ta nisur gatimin, janë edhe specat djegës nga pema, të mirë njohur për kavanozët fantastik me turshi të ndryshëm, me ajvar, apo në këtë rast me specin djegës që është plot e përplot kë kavanozi dhe mund të përdoret edhe ashtu si shoqërues si ndonjë pjate, edhe për të gatuar. Siç ne në fakt me Xhenin kemi patur ca receta që kemi vendosur një spec djegës mjaftueshëm për të pasur atë pikantën. Për ta bërë siç duhet. Mendoj t'i hedhim 2 sot, 2 spec djegës. Ta bëjmë pakës pikante. Se është sasi e madhe, kështu që me një do t'na humbiste aty, më mirë 2. Mirë, teksa bën gati domatet Xhenin, ne lexojmë përbërësit. Gjithmonë shfrytëzojmë kohën për të bërë çfarë duhet përcjell në këtë program dhe një prej gjërave që ju kërkoni shumë edhe shënoni është pikërisht receta. Mëngjesi turk në tigan me vezë të ziera. 1 qep mesatare, 2-3 domate, 1 deri në 2 speca djegës sipas shijes të preferencës, 4 deri në 6 vezë të ziera, djath që shkrin, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri ose gjallë, krip sipas shijes, pra sasia, piperi i zi, piperi i kuq, i ëmbël ose djegës, do të luani këtu vetë me shijet, dhe majdanozi i freskët. Kaq, këta janë përbërësit për këtë variant mëngjesi. Katerina, kemi dhe pizza në furrë, vetëm se bëhet shpejt ajo, mos e harrojmë. Pas ka marrë pak volum tani që po e shoh. Ja ta shohim një herë. Po unë the, aromën e ka shumë të mirë nga rigoni dhe nga djathi. Kam përshtypjen se ka rigoni dhe nga djathi dhe i gjitha dhe ullin, sidomos. Edhe ullin. Unë kam shumë qef në këto picat. Shije shumë e mirë, e pa diskutueshme ajo, aroma mesdhetare, shumë e bukur. Do ta lëm që të marrë ngjyrën e artë. Kur merr ngjyrën e artë, që duket që është pjekur, atëherë duhet ta hiqni nga furra, që do pak a shumë 25 minuta, 30 minuta maksimumi. Do të fillojmë me njëherë nga puna këtu, do të hedhim qepën. E kam ngrirë përpara. Kjo recetë bëhet edhe me gjallë, po unë zgjodha vajin e ullirit në fakt, për të ullur pak kalorit. Pra mund t'i përdorni edhe pak gjallë, 1 lugë gjelle gjallë, për t'i dhënë shije, po që mendoj që kjo është më mirë. Ndërkohë që qepa po gatuhet, me këtë qepën, Katerina, kemi problem. E di. Do të dalësh më tutje. Ja, do të jetë domate tani që ta heqim këtë avullin e qepës. Ja, kështu. Mundo. Në rregull. Mëngjesi turk në tigan me vezë të ziera. Thash, të kujtoj, se cilin nga ju që po në ndjek, që pas pak ne do të luajmë me një nga recetat e javës së kaluar, ose të kësaj jave, varet, por recetat e Xhenit.
Dhe kontrollojeni. Dhe do të fitoni pajisjen e zgjerrjes së vezëve, atë çfarë ne kemi përdorur për recetën e dytë. Ato po zjejnë akoma, nuk e di a ka përfunduar se nuk e pash është fikur apo jo drita. Jo, nuk e ka dhënë sinjalin. Do dhe pak. Kështu që ja, këtë pajisje do ta marr një prej jush nëse gjeni përgjigjen e saktë. Tani do t'i hedhim edhe kripën. Do t'i hedhim të gjitha në këtë moment, gjithë përbërësit. Do t'i hedhim piperin e kuq, edhe specin gjithashtu. Ky është piperi kuq i ëmbël, duke qenë se për djegës do të përdorim specin. Me një pincet do të marr 2 speca. Ja, kështu. Do t'i hedh edhe pak piper të zi. E dha sinjalin, nxjerrësja e vezëve. Tani duhet ta fikim butonin dhe është në rregull. Majdanozin dhe djathin për të shkrirë dhe për të bërë siç duhet, do t'ja hedhim në fund fare. Ndërkohë, unë duhet të mbyll pak kapakun e tenxherës që domatja të marrë butësinë e duhur dhe të fillojë të tretet, të zbutet dhe të zvoglohet akoma dhe më shumë. Ndërkohë që vezët kanë mbaruar dhe janë gati, do t'i marr tani dhe do t'i qëroj dal nga ndal, ndërkohë që edhe gatimi po bëhet, domatet po bëhen. Dakord. Mirë, unë po ju jap një kuriozitet shumë të bukur që po shihja sa i përket vlerave nutritive të disa ushqimeve dhe nëse do të kishte, po themi, një vend të parë për secilin nga këto minerale apo vitamina, për shembull për hekurin, mishi, qëngjit edhe thjerëzat janë ato të renditura me një sasi shumë të lartë. Më pas, ushqim me shumë kalcium, që ka kosi grek dhe sardelet, që ne themi gjithmonë sardelet duhet konsumuar, me potasium, avokado dhe fasulja. Me magnez janë farat e kungullit dhe çokolata e zezë. Dhe me zink është bifteku, mishi i viçit, saktësisht edhe si thon oysters të shqip? Midjet. Jo, midje është ajo tjetra. Ajo, ostrike. Ostrike, faleminderit. Tek midje, do me thënë. Familja e tyre, po familje midjeve, po ajo precize. Më mira, midjeve. Që unë për vete nuk i konsumoj. Nuk e di. I konsumon ti? Fare, jo. Unë vdes për ato. Ostriket nuk mund, nuk e marrë mundimin. Në fakt, në për Europë, ka markete që shiten këshu me ato arkat e buk peshkut, edhe kur jam ande, këshu e konsumoj. Në sasi shumë madhe. Kurse këtu të ne, e para dhe se janë shumë të freskta, po dhe në disa vënde që kam besim që i bëjnë, 1 ose 2, se janë dhe pak të shtrenjta ato. Janë shtrenjta. Janë shtrenjta, kurse në Francë, për shembull, janë shumë të lira, se i kanë si të tyret ata, janë përballohen. E kam parasysh, por nuk e di pse, më duket si diçka shumë e vështirë për ta pranuar. Domethënë jo të gjithë. Në fillim po, dhe unë kisha problem, domethënë po pas 2-3 herë të provuar, shumë e mirë. Fillon mësohesh, po mirë ta provojmë ndonjëherë kur të marr guximin gjithmonë. Atëherë, pica duket shumë e mirë, po e them këtë paraprakisht, po unë dua prej teje të hedhësh një sy, nëse duhet ta nxjerr ose jo gjithmonë, se më duket si më e verdhë apo jo. Jo, do dhe pak. Do edhe pak të marrja të ngjyrën e artë tamam. Perfekt. Ndërsa bashk mund të luajmë, si thoni të zhvillojmë quizin e këtë moment? Shpallim quizin për interesante Albania. Si thoni? Jo, në rregull, dakord. Që të jemi të gjithë gati. Dakord. Ja, do ta shohim gati. Shiko si janë zbutur këto domatet, do t'i shtypim edhe pak me lugën e drurit. Do të lëshojnë vetë atë ujin, mund t'i shtoni dhe pak ujë pastaj nga fundi, por si fillim nuk ka nevojë. Do të treten akoma, do zbuten akoma më shumë, prandaj duhet hequr patjetër lëkura, se këto do të zbuten edhe do të dalë ajo lëkura e domates pastaj më vete. Po gjithmonë në fakt në çdo gatim unë heq lëkurën. Ja, shikon se zbuten? Shumë mirë. Tani do të qërojmë vezët. I futa me një herë në ujë të ftohtë që mos të jenë ashtu të nxehta shumë. Dakord. Atëherë, mund të vazhdojmë me quizin në këtë moment, e shpallim së bashku quizin për interesante Albania. Ne luajmë gjithmonë me recetat që përgatiten këtu, sa më të freskëta sigurisht në kohë, dhe natyrisht që pyetjet mund të jenë nga më të ndryshmet. Ka patur edhe pyetje për çmime ndonjëherë, për oferta. Sot kemi një tjetër. Alo, përshëndetje.
Alo? Edhe një herë të lutem. Përshëndetje, po nuk të dëgjoj shumë mirë. Do e mbash pak më mirë telefonin, të lutem? Okej, E kam të vështirë të dëgjoj. po, nuk di çfarë të bëj. Okej, tani më të gjë. Alo, Po, tani e më mirë, vetëm të lutem mbaje mirë telefonin. Mirë? Se mund të jetë kjo një Po. arsye pse mezi të dëgjoj. Emrin të lutem? Elvira nga Burqiza. Elvira. Pa. Në rregull. Atëherë Elvira, receta me të cilën do të luajmë është receta e fllaqive. E ke parë Po. si recetë, e ke ndjekur? Jo, nuk e kam ndjekur. Nuk e kam ndjekur. Atëherë mos harro që kushti i kësaj loje është që t'japim vetëm një përgjigje dhe po nuk që e sakt, do më duhet vazhdojmë telefonat tjetër. Cila Okej, është pajisja që ne përdorëm nga Interesante Albania në realizimin e kësaj receta? Kërë buk? Jo, nuk e di. Nuk e Ja, kuptova. nuk e di. Ja, nuk e di. Në Nuk e kam rregull, ndjekur. të përshëndes. Faleminderit shumë që more. Sainat ishte telefonuese e re dhe do doja të kishte mundësinë të fitonte, por duhet të keni ndjekur recetën në mënyrë që të arrim me sukses pra lojën të luajmë. Pres telefonatën tjetër? Është gati? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, të lutem do e ulësh pak televizorin? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, më thuaj emrin? Rushdie, Nga na merr? nga Tirana. Nga Tirana, mirë se erdhe Rushdie. Atëherë, cila është pajisja që kemi përdorur për pllaqit nga Interesante Albania? Po, tenxhere premium. Jo, zemra ime, nuk ka qenë tenxherja. Më vjen shumë keq. Multicooker, me sa kuptova nga Po, zonja. ka fjalën për LD Premium. Jo, pllaqit jo, janë bërë në tavë qelçi. Do të vazhdojmë me një tjetër telefonat. Sa vështirë pas. Mendova se do ishte më e lehtë. Po, nuk do i keni memorizuar. Edhe pse ka qenë e kësaj jave, kështu që Po, ishte të martën. të martës si recet, nuk është se kemi luajtur me një recet, për po themi të javës së kaluar dhe të vështirësohet, diçka edhe mbahet mend, duke marrë parasysh si është rruga e realizimit të recetës, duhet ta keni fiksuar. Alo, përshëndetje. Alo, më dëgjon? Po, përshëndetje. Mirë se erdhe, emrin të lutem. Ola, Ola, nga na merr? nga Tirana. Nga Tirana. Atëherë, cila është pajisja që kemi përdorur nga Interesante Albania për pllaqit? Në fillim ato u bën të Tigani, Okej. të Tigani në tekstura, më pas i vendosur në furrë. Po, pra, kur i vendosëm në furrë, në fakt ne nuk e kemi përdorur tiganin, duket atë ditë, po gjithsesi Jo. Kemi është bërë një pajisje, shiko. Të jem më korrekte ndoshta me pyetjen. pajisjet e Kanë qenë mia. vetëm 2 pajisje Interesante Albania atë ditë. Njëra për recetën e parë, tjetra për recetën e dytë. Ndaj po ju a bëj këtë pyetje. Receta e parë ka qenë pllaqi. Pra 2 pajisje kanë qenë në ofertë atë ditë. Te pllaqit kemi përdorur vetëm një pajisje nga Interesante Albania. Nëse e gjen dot, Tani ato se unë e mbaj mend se si është bërë, domethënë thjesht ka qenë një tenxhere, ka qenë dhe pasta brown që janë brown, bërë pra, Po, brown, ajo këtë po është. kërkonin, pajisjen brown. Bëjmë Prandaj pyetje për pajisjet që sjellën këtu në ofertë, jo për duket. jo se si është përdorur, po themi si bëhet gatimi, për pajisjet ofertë nga Interesante janë, Albania. po. Pajisja brown, grossi ujit. po dhe browni që bën të perimet pjesën e Po, je sakt. Je shumë e sakt. Të falenderojmë, dhurata është e jotja, do të lidhet Interesante Albania me ty. Të falenderoj shumë. Të lutem. Faleminderit që na ndiqni. Ola kishte ndjekur mirë se mbante mend dhe pajisjen e Edhe recetës po. dytë. Kështu që kjo ishte. Në rregull. Vezët Katerina shpirë janë fare qëruar domatet. ashtu siç duhet nga zirja në avull që ne kemi bërë. Duket që është shumë e thjeshtë gjithçka, domethënë i zhyta më një herë në ujë të ftohtë dhe më pas veza ka mbajt atë formën e saj të duhur pa u prishur. Tani do ta ulim pak nxehtësinë sepse do të hedhim vezët, të cilat do t'i ndaj në gjysmë. Ja, kjo është zirja që u ndoja me aq ujë sa i hodha, siç duhet. Dhe do t'i kthejmë kështu përmbys.
Me njëherë mbi vezë do të hedhim djathin dhe majdanozin. Do të mbyllim kapakun dhe për 3-4 minuta, sa të shkrit djathi, receta do të jetë gati e përfunduar. A nuk është dhe një darkë shumë e mirë kjo? E lehtë, Dhe në gjanë me vezë. bukur. Në rregull, po ju jap dhe një herë recetën me shkrim të mëngjesit turk në tigan me vezë të ziera. Pra çfarë na duhej në këtë rast? Është një qep mesatare, 2-3 domate, 1 deri në 2 speca djegës sipas shijes, 4 deri në 6 vezë të ziera, djath që shkrin, vazhdoj me 2-3 lugë gjelle vaj ulliri ose gjalp, krip aq sa ju dëshironi, piper të zi, piper të kuq dhe majdanozin e freskët. 2 përbërës pra kanë mbetur, majdanozi për të shtuar, them, edhe djathi. Tani, tava që unë kam përdorur sot është tava rrethore nga Interesante Albania, e cila vjen në çmimin e ofertës 29.000 lekë të vjetra. Dhe këtu mund të gatuani vakte të shëndetshme, të shijshme dhe në një kohë shumë të shkurtër sepse ka shumë fuqi. Është 7 litër kapaciteti dhe siç e shikoni, gatuan shpejt. Mjafton të hidhni përbërësit e duhur dhe të keni dëshirën e mirë për të gatuar. Kaq duhet për të gatuar shumë mirë. Një tavë dhe recetat e mira. Do t'i hedhim në pjesën e sipërme edhe majdanozin. Ja, kështu. T'ja shtoj dhe këtë pjesën e djathit tjetër. E mirë duket, Katerina? Të lumshin duart. E mbyllim kapakun dhe 3-4 minuta ka përfunduar gjithçka. Besoj duhet të nxjerrë edhe picën këtu tani. Ndërkohë unë rikujtoj numrin e telefonit edhe një herë nëse doni të merrni në këtë rast tavën. Tek kjo recetë pra po përdoret tava me korrent që është në ofertën 2900 lekë në Interesante Albania bashkë me kapakun. Pra e gjitha është e kompletuar. Kapaku, tava, pjesa e përcaktimit të nxehtësisë është vetë priza, po themi, e kësaj pajisje, sepse siç edhe e dini, mjafton të keni rrymë elektrike, ta vendosni në prizë dhe nuk ka nevojë as për pianur, as për furrë, sepse është të gjitha në një pajisje. I kryen vetë kjo. 069 edhe një herë tjetër 944 24 25. Kjo është faqja ku mund të shihni dhe oferta të tjera, pajisje, produkte të tjera që sjell Interesante Albania për klientët. Pica është gati. Pica është gati, është një brum i butë, do ta tregoj pak se sa i butë dhe sa i mirë ka dalë si brum, siç duket këtu, dhe me atë përsen e picave ose me thik, priteni në 4 ora. Në sa të doni ju, po të jenë të bollshëm 4 orat e picës. Edhe shkëputet direkt në letra. Është shumë e mirë, po. Ja, të lumshin duart. Sa e mirë ka dalë. Realisht nuk prisja që të merrte këtë lloj forme dhe fryrjeje kur ishte brumi aq i lëngshëm, po. Edhe nuk ka sod, nuk ka, sidomos maja që duhet të presim në fakt 1 orë të vi brumin. Tani, picat tradicionale është tjetër gjë. Kjo është një picë e shpejt, për 5 minuta, përgatitja e brumit dhe gjithë përbërësve dhe e hiqni atë nepsin e picës të bërë vetë në shtëpi. Të falenderoj shumë, Gjeni, për recetat. Faleminderit. Sigurisht recetat do të hidhen në rrjetet sociale, mund t'i ndiqni atje edhe t'i shihni ndoshta në YouTube kur të doni të përgatisni. Të thjeshta, shumë të shijshme. Faleminderit, takohemi javën tjetër. Të martën jemi prapë bashkë, po të lë të bëni fotografi dhe të shijoni se e di që gjatë publicitetit ka shumë fluks këtu. I ka pafshim. Faleminderit. Faleminderit.